Zoti Jezus nuk ka ardhur që ai të sillte një fe. Në fakt, ai nuk erdhi që të sillte një shembull. Zoti erdhi për të sjellë shpëtimin e njeriut. Ai nuk është një person i cili don që ne njerëzit të kemi fet tona. Në fakt, Zoti ka ardhur që ne të kthejmë kryet drejt tij, që ne të marrim shpëtimin prej tij. Nuk e di nëse ndonjëherë ke menduar çfarë do të thotë fjala Jezus Krisht. Sa herë që ti e ke menduar, ndoshta në mendjen tënde ka ardhur të krishterët. Të krishterë në fakt u quajtën vetëm ata të cilët besuan Krishtin. Por fjala Jezus Krisht do të thotë Perëndia i kthyer në njeri shpëton. Ky është emri që ka Jezus Krishti. Në fakt, Jezus Krisht ishte një titull i një njeriut që brenda tij kishte ardhur dhe kishte hyrë vetë Perëndia. Ti mund të thuash, po përse Perëndia erdhi dhe u bë njeri? Cili ishte shkaku? Perëndia i të gjithë universit, ai i cili është fillimi dhe mbarimi, ai që nuk ka mosh, ai që ishte, është dhe do të jetë, ai i cili në fakt është Perëndia i gjithë pushtetshëm dhe i plotfuqishëm. Si është mundur që ai të ishte dhe të bëhej njeri? Shumë njerëz në fakt sot, për shkak se nuk arrin dot të kuptojnë këtë mallështi të Perëndisë, këtë vepër kaq të madhe që Perëndia bëri, e injorojnë gjën më të mrekullueshme që ndonjëherë pas krijimit të njeriut Perëndia bëri. Perëndia erdhi në formën e njeriut që ai të fliste njeriut sy më sy, ai të fliste gjuhën e njeriut. Njeriu ta shihte kur Zoti ecte, ai të ishte pranë dhe ai të prekte, ai të qëndronte në mënyrë reale me njerëzit. Po jo vetëm kaq. Arsyeja pse Zoti erdhi është ai kryqi që ne pam në atë pjesë të filmit. Ai kryqi i cili në fakt ndoshta shumë herë ti nuk ke arritur të kuptosh qartë çfarë do të thotë. Ai ka një shkop që është nga lart poshtë dhe nga majtas djathtas. Dhe është dashuria që ka Perëndia për njeriu. Bashkohet në një pikë me dashurinë që ne njerëzit duhet të kemi njëri me tjetrin. Ky është kuptimi i kryqit. Të duam Perëndin, Perëndia na don ne të duam njëri tjetrin. Dhe Krishti në këtë kryq, në këtë vend, erdhi dhe ai kishte një mision. Ndoshta ti do të thuash sa keq Jezusin pa faj e morën dhe e quan në kryq. Ndoshta ti e ke lexuar Biblën dhe në Bibël thot Ponc Pilati bashkë me krerët e judejve vendosen që ai të kryqëzohej. Por në fakt nuk ishte as Ponc Pilati, nuk ishte as një ushtri që bëri që Jezusi të kryqëzohej, sepse askush nuk mund ta kryqëzoj Zotin, askush nuk mund ta kryqëzoj Perëndin. Por Perëndia kishte ardhur në tokë me një mision, me misionin e dashurisë për njeriu. Perëndia kishte ardhur në tokë, ishte kthyer njeri për shkak se mbi trupin e njeriut duhej të merrej një ndëshkim. Mbi trupin e njeriut duhej të merrej një ndëshkim i cili pasi të merrej të kthehej në bekim për çdo që do ta besonte këtë person. Perëndia që ta mundte djallin i cili bashkë me demonët, i cili e kishte pushtuar njeriu, i kishte pushtuar njerëzit, duhej patjetër që të kthehej dhe të bëhej njeri, sepse vetëm në këtë mënyrë ai do të arrinte që t'ia rrëmbente pushtetin djallit, sepse Zoti autoritetin dhe pushtetin ja ka dhënë njeriut në këtë tokë.
Dhe djalli e rrëmbeu nga njeriu. Dhe e përdori njeriu dhe vazhdon duke e përdor. Edhe sot, ata njerëz të cilët akoma nuk kanë arritur për të kuptuar se çfarë vepret në fakt Zoti ka bërë për ta. Jezus Krishti, miku im i dashur, nuk është një person që erdhi për të sjellë një fe. Jezus Krishti nuk është një person i cili në emër të tij të bëheshin luftra mbi tokë. Jezus Krishti nuk është një person i cili erdhi që ne njerëzit të vriteshim për emrin e tij. Në fakt Jezusi erdhi që të vritej, që ne të kishim paqe, që ne të kishim dashuri për njëri tjetrin. Ky ishte misioni i Krishtit. Miki dashur, mirë se ke ardhur në kishën tonë. Dhe unë dua sonte të sfidoj me diçka që është shumë e rëndësishme. Ajo e cila ishte e pamundur. Ajo e cila ishte e paimagjinueshme. Ringjallja nga të vdekurit. Ai ishte qëllimi që Zoti kishte për të bërë. Nëse lexojmë fjalën e Zotit tek Ungjilli i Gjonit, kapitulli 20, nga vargu 1 deri në 17 thot: por ditën e parë pas së shtunës në mëngjes, kur ishte ende errët, Maria Magdalena shkoi tek varri dhe e pa se ishte hequr guri nga varri. Atëherë rendi me vrap të Simon Pietri dhe dishepulli tjetër, të cilin Jezusi e donte, dhe u tha atyre: e kanë hequr Zotin nga varri dhe nuk e dim ku e kanë vënë. Atëherë Pietri dhe dishepulli tjetër dolën jashtë dhe u nisën për tek varri. Rendën të dy bashkë, por dishepulli tjetër rendi përpara. Më shpejt se Pietri dhe arriti i pari tek varri. Dhe si u përkul, pa pëlhurën prej lirit që ishte në varr, por nuk hyri aty. Arriti edhe Simon Pietri që po e ndiqte, hyri në varr dhe pa pëlhurën prej lirit që ishte për tokë. The reason që e vën mbi kokën e Jezusit. Ajo nuk ishte bashkë me pëlhurën, por ishte e palosur në një vend veç. Atëherë hyri edhe dishepulli tjetër që kishte arritur i pari me vrap, te varri, pa dhe besoi. Ato në fakt nuk e kishin kuptuar ende shkrimin, sipas të cilës ai duhet të ringjallej prej së vdekurish. Pastaj dishepujt u kthyen përsëri në shtëpi, por Maria kishte mbetur jashtë varrit dhe po qante. Dhe duke qarur përkul brenda varrit. Dhe pa dy engjëj të veshur me të bardha, ndenjur ulur te kryet dhe tjetri te këmbët e varrit ku që trupi i Jezusit. Ata i than: o grua, pse po qan? Ajo u përgjigj atyre: sepse kanë hequr Zotin tim dhe nuk e di ku e kanë vënë. Si tha këtë, ajo sol përpara dhe pa Jezusin që qëndronte në këmbë, por ajo nuk e dinte se ishte Jezusi. Imagjinoni për një moment vetëm këtë çast. Maria Magdalena, e cila kishte shkuar dhe jo vetëm e kishte takuar Jezusin, por fjala e Zotit në Bibël tregon që ajo me flokët e saj i kishte larë këmbët Zotit Jezus. Vjen një moment që Bibla thot nuk e njohu Jezusin, nuk e njohu Zotin. Jezusi tha: o grua, pse po qan? Kë kërkon? Ajo duke menduar se ishte kopshtari i tha: Zot, po e pa të hequr ti, më trego ku e ke vënë dhe unë do ta marr. Jezusi Zoti e shef atë dhe i thot diçka shumë të madhe. Jezusi tha:
Mari. Dhe ajo atëherë u kthye dhe i tha, Raboni, që do të thot, mësues. U bëj gjithë kjo bisedë. Dhe Maria nuk e njohu Jezusin. Por erdhi një moment ku Jezusi tha një fjalë, emrin e saj. Dhe kur e thirrri këtë emër, ajo ndoshta nuk e kishte njohur nga pamja jashtme, por njohu zërin që e thirrri Marin. Ishte ai zë të cilin Maria e njihte. Ndoshta sot ti kërkon ta gjesh Zotin në këtë mënyrë për ta parë. Por në fakt Zoti është një person i cili sonte vjen dhe të thot ty në emër, të thret në emër. Zoti është një person i cili në fakt qëllimi i tij është që ti dhe unë ne së bashku të kemi një marrëdhënie personale me te. Zoti Jezus i tha Mari. Ajo me një herë u kthye dhe i tha mësues. Dhe vrapoj donte ta përqafonte Jezusin. Por Jezus i tha, hej Mari, mos më prek sepse ende nuk unë gjita tek ati im. Por shko tek vlezrit e mi dhe u thuaj atyre se unë do të ngjitem tek ati im dhe ati juaj, te Perëndia im dhe tek Perëndia juaj. Sa e mrekullueshme është kjo pjesë. Maria vrapon për ta përqafuar Jezusin, sepse ajo ishte e lumtur që ai ishte i gjallë, ajo ishte e lumtur se ai nuk kishte vdekur, por në mesin e gjithë kësaj gëzimit, Jezus i thot, mos më prek se unë akoma nuk kam shkuar lart në qiell tek ati im dhe ati juaj, tek Perëndia im dhe tek Perëndia juaj. Shko dhe thuaj vëllezërve të mi. Zoti Jezus pas ringjalljes i quajti dishepujt e tij vëllezër dhe ai donte t'ju tregonte shko, sepse unë po shkoj tek ati im dhe tek ati juaj, tek Perëndia im dhe tek Perëndia juaj. Mos më prek Mari, sepse fitoria më e madhe nuk është se unë e munda vdekjen. Mos më prek Mari, se fitoria më e madhe nuk është se unë vdiqja në kryq. Mos më prek Mari, se fitoria më e madhe është se unë po shkoj tek ati në qiell dhe kjo është fitoria e atyre që besojnë në Zotin Jezus Krisht. A mund të kem një haleluja? Jezusi e mundi vdekjen, por nuk ishte kjo vetëm fitoria. Fitoria më e madhe është se ai, Bibla thot ai, së bashku me trupin që i kishte dhënë jetë, u ngjit në qiell. Kur ai ishte në kryq, të gjithë pushteti i ferrit u mblodh. Fuqit demonike, me të gjithë mëkatet, me të gjithë sëmundjet, me të gjitha mallkimet, i mblodhi djalli dhe tha, mbi këtë trup do ta sjell të gjithë dhunën e ferrit që t'i shkaktoj vdekjen vetë Zotit. Dhe tha, unë do ta marr me vete në ferr. Dhe në fakt Bibla thot që trupi Jezusit vdiq dhe Jezusi shkoi në ferr. Shkoi atje 3 ditë. 3 ditë që ndroj. Ne shqiptarët kemi një shprehje, çudia më e madhe zgjat 3 ditë. Në fakt kaq zgjati edhe kjo. Dhe i gjithë pushteti, i gjithë ushtria e ferrit u ngrit për ta mbajtur Jezusin aty, për ta mbajtur Zotin në ferr, për të thënë djalli, unë fitova një herë për gjithmonë. Por Bibla tregon që pas 3 ditësh, Jezusi u ngrit nga ferri, shkoi dhe hyri në trupin që kishte lënë në varr, eri ngjalli nga të vdekurit dhe doli jashtë. Me një trup që dishepulli i saj, vetë Maria nuk e njohu. Një trup i cili ishte krejt ndryshe. Këtë trup ishte një trup i cili nuk do ta njihte më vdekjen. Këtë trup ishte një trup që nuk do ta njihte më fuqinë e mëkatit. Këtë trup ishte një trup që nuk do ta njihte më pushtetin e mallkimit. Ky ishte trupi
i cili Krishti kishte ringjallur nga të vdekurit, dhe Maria nuk e njohu. Por kur Zoti Jezus i foli Mari, ajo tha, Zoti im, miku im i dashur, fitoria është se vepra e kryqit është një vepër ku mëkati yt dhe mëkati im, mallkimi im dhe mallkimi yt, smundja jote dhe smundja ime, në kryq u morën mbi trupin e Krishtit. Nuk e di cili është problemi dhe halli yt më i madh në jetë. Ndoshta ti ke menduar që kur nuk do t'ja arrish, që hallet e tua, problemet e tua, ti t'i zgjidhësh. Ndoshta kur në jetën tënde, sonte ti ke ardhur në këtë sallë, dhe thua të marroj kjo shërbes që po bëhet dhe unë do shkoj në shtëpinë time. Do vazhdoj hallet e mia, do vazhdoj me smundjen time, do vazhdoj me problemet e mia, dhe kaq. Ndoshta ty të kanë thënë, nuk do ta zgjidhësh kur këtë problem. Ndoshta doktorit ka thënë, kjo është një smundje që është e pashërueshme, kështu do vdesësh me te. Por sonte unë duhet të të them një lajm, që brenda saj ka fuqinë e ringjalljes. Ky lajm është ky, miku im i dashur. Nëse Zoti Jezus nuk do të kishte arritur ta mundte atë mëkatin tënd, nuk do të kishte arritur ta mundte problemin tënd, nuk do të kishte mundur ta mundte smundjen tënde, nuk do të kishte mundur ta mundte varfërinë tënde, nuk do kishte mundur ta mundte atë papunësinë tënde, nëse ai nuk do të kishte arritur një mëkat, vetëm një, të mos e mundte, ai nuk do të ishte ringjallur. Dhe në fakt kjo ishte lufta që u bë në ferr për 3 ditë. Se ti mund të thuash, çfarë bëri Zoti 3 ditë në ferr? Ai bëri këtë, se atje ai mundi mëkatin. Ai nuk la smundje pa mundur. Ai u ngrit në këmbë, u ngrit, nuk pati pushtet ta mbante të ferri. Zoti nuk kishte fuqi, djalli me të gjithë fuqitë e errësirës, me të gjithë demonët ta mbanin aty. Dhe nëse ti beson në Krishtin, unë duhet të them një gjë, nuk ka fuqi, nuk ka armat, nuk ka pushtet që ty mund të mund, sepse ti je fitimtar, se Krishti ka fituar mbi pushtetin më të keq, më të ashpër, më të dhunshëm që mund të njoh. Dhe ky është pushteti i ferrit, prandaj Krishti u ngjall për të treguar, unë, thot Zoti, e munda pushtetin e ferrit, dhe kushdo që beson në mua e ka fitoren, kushdo që beson në mua, djalli, ferri, pushtetet, armatat, fuqit, çdo gjë nuk mund ta mundin, se unë, thot Zoti, i kam mundur ato për ty. Vetëm një gjë, thot Zoti, duhet të bësh ti. Beson në mua, thot Zoti, dhe ti e ke fitoren. A mund të japim Zotit një duar trokitje të fuqishme, fort? Zoti është i gjallë. Ai është i gjallë. Ti mund të thuash, nëse ai duhet të ringjallej, si mund të vdes Zoti? Po pak më parë, nëse mban mend, unë thash një gjë, nuk vdiq Zoti. Sepse një i vdekur në ferr nuk mund ta mundte ferrin. Po ishte Zoti i gjallë. Ai vetëm një gjë bëri, doli nga trupi i njeriu, i gjallë. Ai filmi ka një defekt. Në film, Jezusi jep frym dhe ul kokën. Është tamam, duket sikur është, nga që filmi është bërë nga njerëz që ndoshta nuk e kanë patur atë zbulesën e vërtet të Perëndis. Kanë thënë vdiq një njeri. Njeriu kështu vdes. Jep frym dhe shkrehet. Por në fakt Bibla thot, Jezusi uli kokën dhe dha frym. Ai pra e dorëzoi vet, ai vet e nxorri
frymën jashtë trupit, që trupi që ai kishte veshur të merrte vdekjen. Trupi që kishte veshur Krishti të merrte vdekjen time. Trupi që ai kishte veshur të merrte vdekjen që të përket ty. Që në këtë mënyrë, ajo që ty dhe mua e meritojmë për shkak të mëkatit, për shkak të keqes, për shkak të natyrës tonë njerëzore, atë Zoti e mori, atë pushtet, vdekjen, e mori trupi që kishte veshur Krishti. Ti nuk do të gjykohesh më për asnjë mëkat në jetën tënde. Askush në këtë botë, vetëm për një gjë, njeriu do të gjykohet në fund të jetës vet. Nëse e pranoj apo nuk e pranoj këtë vepër që Perëndia i kthyer një njeri bëri. Zoti nuk do të vijë ty nesër thot, cila ishte feja jote. Zoti nesër do të vijë do të thot, cili ishte besimi yt. A besove ti do të thot Zoti në atë çka unë bëra në kryq për ty? A besove do të thot Zoti në atë që unë e munda vdekjen? A besove thot Zoti se unë e mora trupin tënd, o njeri, dhe ngrita në të djathtën e Atit? Kjo është pyetja. Në gjyqin e fundit nuk do ketë gjyq mëkatesh, por do ketë gjyq vetëm për një mëkat. E pranuat Krishtin apo nuk e pranuat Krishtin? Për një arsye, bota nuk do dënohet më për mëkat se u dënua Zoti, dhe fjala e Zotit thot, ai vdiq për mëkatet e botës. Ai është i gjallë. Në qoftë se do të lexojmë te 1 Korintasit, kapitulli 15, vargjet 12 deri në 21. Në qoftë se predikohet se Krishti u ringjall prej së vdekurish, si atëherë disa nga ju thonë se nuk ka ringjallje të vdekurish? E dini, më ka bërë diçka përshtypje në gjitha vdekjet që mua më ka qelluar për të shkuar në Shqipëri. Nuk e di a e ke vënë re apo nuk e ke vënë re. Edhe në malsi nga zona që unë vi, edhe në jug, kur qajnë për një të vdekur, i thonë, a e takove filanin, po filanin, dhe pyesin për njerëzit që kishin vdek për para ati që ka vdek. Në asnjë rast në Shqipëri, nuk kam dëgjuar një person që thot, a e takove Zotin? Dhe unë dua të të them një gjë. Atë ditë kur unë do të vdes, nuk dua të vi dikush të më thot, a e takove këte apo atë. Por unë dua që njerëzit të vinë thonë, ky person ka takuar Zotin, ky person është i gjallë me Zotin. Dhe unë nuk dua të vishet kush me të zeza, sepse atë ditë dua të festoj njerëzit me të kuqe, me rroba, me lule, se unë do të shkoj me Zotin në përjetësi. Ne mendojmë se momenti kur vdesim është momenti i fundit. Në fakt, lajmi i mirë është se jeta jonë në këtë tokë është aq e shkurtër, sa që vetëm pas këtij momentit fillon përjetësia. Dhe kjo është ajo çfarë apostulli Paul po ju thot njerëzve, nëse Krishti është ringjallur, si është e mundur që disa nga ju thonë nuk ka ringjallje? Në qoftë se nuk ka ringjallje të vdekurve, as Krishti nuk u ringjall. Dhe vargu tjetër vazhdon dhe thot, por në qoftë se Krishti nuk është ringjallur, predikimi ynë është i kotë. Pra në qoftë se themi Krishti është Zot, ai është shpëtimtari i jetës time, dhe qajmë e ulurasim kur vdes një njeri dhe nuk e mendojmë përpara. Se pas atij momentit nuk ka nevojë të qaj kush, por është moment gëzimit. Dhe unë dua të inkurajoj ty sonte. Nëse ke një njeriu tënd që nuk është në këtë kish, të lutem,
mos mendo të qash për këtë njeri. Por vetëm mendo këtë gjë, unë dua të gëzoj kur ky njeri të vdes. Dhe nëse ti do të kesh këtë mendim, ti do të shkosh te ky njeri, do t'i thuash, pranoje Jezusin, sepse ti nuk do vdesësh, po do ringjallësh ditën e fundit. Se fjala e Zotit thot, Krishti është ngjallur dhe kushdo që beson në Krishtin do ringjallet ditën e fundit. A mund të kem një haleluja? Atëhere edhe ne po të ishim dëshmitar të rrem të Perëndis. Sepse dëshmuam për Perëndin se ai ngjalli Krishtin, të cilin nuk e pas ka ringjallur, po të jetë se me të vërtet të vdekurit nuk ringjallën, thot fjala e Zotit. Vazhdo vargu. Në qoftë se të vdekurit nuk ringjallën, as Krishti nuk është ringjallur. Wow! Nëse mendon se kur një person vdes, aty është fundi, unë sonte do të sfidoj duke thënë, mos thuaj që unë besoj Krishti është i gjallë. Por në qoftë se Krishti nuk është ringjallur, i kot është besimi juaj. Ju jeni ende në mëkatet tuaja. Dhe ata që fjetën në Krishtin janë të humbur. Në qoftë se shpresojmë në Krishtin vetëm në këtë jetë, thot fjala e Zotit, ne jemi të mirë si të gjithë njerëzit e tjerë. Dhe dy vargjet e fundit, por tashti Krishti u ringjall prej së vdekurish, dhe është fryti i parë i atyre që kanë fjetur. Sepse ashtu si erdhi vdekja me anë të një njeriu, Adamit, kështu erdhi dhe ringjallja e të vdekurve me anë të njeriu. Një duar trokitje Zotit fort të gjithë. Haleluja. 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 Ne kemi shpresë. Krishti është i gjallë. Ti që beson në Krishtin, je i gjallë dhe do t'jesh i gjallë në përjetësi me Krishtin. Unë do doja vetëm të thoja këtë gjë sonte. Krishti u ringjall për ty. A i vdiq për ty, u ringjall për ty. Por për më shumë, unë gjitë me ty në të djathtën e Atit. Që ti të mos jesh një toksor i thjesht, por ti të quhesh bir apo bi e Perëndis.